Mirëmëngjes, miq të dashur, mirë se erdhët në Villa 24. E premtja ka mbërritur dhe ne jemi në puntatën e fundit live në këtë javë të kësaj dite të premte. Sigurisht që ne qëndrojmë me ju edhe gjatë fundjavës me ato përmbledhjet më të këndshme të gjithë transmetimit javor që kemi patur. Sapo kemi nisur, ndaj do të jemi me ju edhe sot deri në orën 11, ku pa diskutim do të japim ato sugjerimet e shijshme nga kuzhina jon, të cilat mund t'i merrni si ide edhe për t'i përgatitur edhe gjatë fundjavës, por përpara se të mbërrim në kuzhinë të përshëndesim Katerinën dhe të zbulojmë se çfarë do të gatuajmë sot, le të zbulojmë pak horoskopin e kësaj dite të premte. Desh, sot do t'jetë një ditë intensive, por shpërblyese. Saturni do t'ju ndihmojë të mbani fokusin në qëllimet tuaja. Në punë, idetë tuaja do të vlerësohen, por shmangni kritikat ndaj vetes. Në dashuri, dialogu është çelësi për të kapërcyer çdo vështirësi. Këshill, mos keni frikë të tregoni anën tuaj më të pambrojtur. Demi, aventura dhe takime romantike, udhëtime pune, por edhe me miq, kohë e ëmbël për të shijuar pranë familjes. Kjo periudhë po ju përkëdhel pak më shumë, duke ju shpërblyer për gjithë durimin dhe sakrificat. Të qenurit të qeshure e pozitiv ju mbron nga sulmet me tendencat përfituese të të tjerëve. Ecni në rrugën që keni shtruar dhe do dilni vetë në sipërfaqe, duke mos harruar se në fund të fundit, demët jeni ju. Pika e dobët janë dyshimet para vendimeve dhe çelësi i suksesit është sinqeriteti. Binjak, asgjë nuk është e jashtëzakonshme për ju që dini të studioni të tjerët që larg. Pushteti dhe aftësia për të qenë autoritar dhe të frytshëm ju lë gjithmonë të thoni fjalën e fundit. Një ngacmim i vjetër i kujtimeve tani ju është bërë rutinë fal balancës tuaj emocionale. Asgjë nuk e fshet dot entuziazmin tuaj kur jeni me shenja që ju përkon energjia në vibrime të larta pozitive. Pika e dobët është besnikëria e tepërt dhe çelësi i suksesit indiferenca. Gaforja, po ktheheni në një model të ri social me atë që manifestoni shpesh, dashamirësi dhe shpejtësi në veprim. Maturia në veprim është një bonus i artë për potencialin që ju keni për të ndryshuar energjinë e grupit. Guxoni më shpesh në vende të pazakonta dhe shijoni për masa të lirisë që ende nuk i keni njohur brenda vetes. Pika e dobët janë shpenzimet dhe çelësi i suksesit, aftësia për të mirëpritur kritikat. Luani, ditë ideale për të kaluar kohë me njerëzit që doni, për të shijuar një atmosferë të qetë dhe për të reflektuar mbi ndjenjat tuaja. Nëse jeni në një lidhje, mund të forconi marrëdhënien tuaj duke ndarë emocione të thella dhe duke krijuar momente të veçanta me partnerin. Një bisedë e papritur, një vështrim i sinqert ose një ndjenje pazakont mund të sinjalizojnë një lidhje të veçantë që mund të zhvillohet me kalimin e kohës. Pika e dobët është mungesa e intuitës dhe çelësi i suksesit është dëshira për të bashkëpunuar. Virgjëresha, mos ki frikë nga idetë e reja apo ndryshimet, pasi gjithçka që mbjell tani mund të sjellë rezultate të mira në të ardhmen. Një ditë e ngarkuar me angazhime, por me një energji pozitive për projekte dhe punë. Shfrytëzo këtë moment për të marrë vendime të rëndësishme. Pika e dobët është karriera dhe çelësi i suksesit, familja. Peshorja, yjet i keni të gjithë për vete. Shumë fat do t'ju shpërblej durimin dhe sakrificën për të dhënë më të mirën e vetes. Fuqia shpresë është një armë të cilën e keni në nivelin më të përsosur. Vëmendje do t'regoni ndaj pronës dhe investimit për të treguar se në thelb jeni materialist pasionant. Dashuria është një anë e bukur që jo pak herë ju lë në balt, por jo në këtë periudhë. Pika e dobët është distanca nga jeta e rehatshme dhe luksi dhe çelësi i suksesit është buzëqeshja e ëmbël. Akrep, personat e shenjës së peshores ju e njohin mirë zemrën dhe vetëm asaj dashurie nuk mund të ruheni. Kjo është pozitive kur në fakt ju vlerësoni vogëlsirat që ju heqin pikë. Profesionalisht keni ngecur në një moment kritik për shkak të impenjimeve pa vlerë. Investoni tek familja dhe kujdesuni për ata që kanë nevojë për ju. Pika e dobët është mungesa e objektivitetit dhe çelësi i suksesit, familja. Shigjetari,
disiplinë dhe rregull në vetëdijen tuaj për të arritur aty ku doni. Kështu, do ishte një kornizë e juaja ideale, ndaj mbajeni si referim. Dashuria ju a zbut zemrën dhe ju nuk dini të mbani mërie të lëndoni të tjerët. Mëritë e vjetra keni aftësinë të sfumoni me delikatesë. Momente të çmuara po kalojnë në sferat tuaja sentimentale, por pa ndikim. Pika e dobët është mungesa e hapësirës dhe çelësi i suksesit, çlirimi e emocioneve të forta profesionale. Britsjapi, në dashuri një bisedë mund të sjellë një ndryshim të papritur në një raport. Në punë, do të duhet të jesh fleksibël për të përballuar sfida të vogla. Do të jesh plot ide dhe kreativitet. Sot është një ditë e mirë për të shprehur mendimet dhe për të eksploruar mundësi të reja. Pika e dobët është mungesa e përshtatjes dhe çelësi i suksesit për kushtimin në rrethin shoqëror. Ujor, gjendja emocionale nuk do të ketë asnjë vlerë nëse vijoni të qëndroni në majë të iluzioneve tuaja. Aksi ujor është një prerje fantastike nëse besoni se mund të ndryshoni diçka në karrierën tuaj profesionale. Zbulimi i vlerave tuaja personale lidhet me aftësinë për të gjetur personat e duhur. Reflektoni mbi një lidhje që ka kaluar dhe ju ka bërë të ndjeni në miniatur para vlerave të personalitetit të tjerëve. Pika e dobët është nostalgjia për ato që nuk i keni më, çelësi i suksesit, impenjimi profesional. Peshqit, energji dhe një gjendje mendore e paqt fal ndjenjave të zemrës. Dy persona pranë jush ju vëzhgoj nga larg me pak zilindaj, ruajuni nga të gjitha anët. Një debat i vjetër do kthehet në një keq kuptim mos e të zgjidhshëm fal tolerancës tuaj. Motivimi për para fle gjithmonë nën vetëdijen tuaj. Frymëzimi nuk ju mungon për të kaluar kohë fantastike me çdo që keni pranë. Pika e dobët është dyshimi që mund t'ju lindë në mendje për partnerin dhe çelësi i suksesit është fokusi i qartë tek rrethanat komprometuese.